Jëm tut me dal, e kom pas një farë, që me thonë. Nuk e kisha trimin aty në publik, po e kisha qysh reagon kjo të nej në punën tem si gazetar ose si komentator politik. Këtu e ka një farfure, adin të bojnë, ti e cirkus, kështë ti e budal. Ma cirkus e politika s'ka dhe me thonë në aspektin e budalve. Kështu që kemi pasi dhe mos që tash parlament Melisa ta të lifar karakteri. E one qatë gale e kom pas, po të nej shëshnija të mbo presion del, shok të medjave. E kështu, benden edhe të nej dola, edhe pat sukses. Une kom prit herën e parë, më mush, herën e dytë se kom prit me të kazu drejt, po me gjase që edhe prezenca në televizion, edhe këto fore që i kom shumë me do video, me telefon që është të thishtë, ose na e me tim, ose na e aktualitet që e kom kariku, njerëzve ju kalon për shtype, ka unë hajtë të këshyrin bashkja. Pa tash dikush orë me këshyr, ka unë mos është na i fushat e veçantë, se pim shanë kelbin, kurti ta nëjsen. Dikush orë me këshyr, po nëjsen tjetër. Në fakt ajo u konë i farë shpjegimi për që unë i thëmë albanologi, pjesa e parë, që kalëzëm për që ta, për shqiptarët, për që me thonë, ndërtimin tonë që në esencë është mbjetjes. Po ajo mbjetjes ka shumë humor, shumë hajgare, ose shumë, që me thonë, ngjarje komike, po ashtë edhe tragjike që unë jo mënu mi nëzirë dhe atë madhështine që atë kompleksit popullit vëgër me mytë pak, adin. Që me thonë që ka dole se, adin, na jena vish një popull që suksesi jone që kina mbjetu, jo që kina bona i sen. Qa kina zbulu në Kosovarët, me bo me këshyrë është stoli me trikom, është ajo karrika me trikom, sa as katra se kanë qitë, shkomi. Edhe një dras kohën e funit adin, traktor që qëshim prikolis, më unë gjnusët, mi që dhe në kona gjesh, edhe që ajo konë, se kur të këshurë së diqka tjetër, nuk ka në farë zbulimi. Ka, naj, që me thonë, me bo me një, nështë shtatet recepte o shimori, gjonë diqka ma autoktone, së më nëshë ma shumë. Këtë është dikimi kulturave tjera, ma të forte, ma të moja, që nuk ka kesh funit. Edhe gjua ka ndikim edhe aja. Njash pënohen të nejnë qatë vjetërsin, me gjithë një madhështi. Ju, sa një vjetër, nuk dë me thonë që është ma i vleshëm. Respektuhet si. Që është me thonë si fara e rrushit parë të Romës për Andris Romakis që u shkipe greke, Helene, në atë ku i thojnë, na Shqipit i na sheshi zi, rrushit. Romak i thojnë primitivo, se primo është e para, po primitiv i bjën në koni i pari, po edhe primitiv në kuptimin që nuk ka evolu.